Pra si që theksuam, nga data 5 maj në Tetov është e hapur ekspozita me autor Nikolnik Prelajn, piktorin e njohur, profesorin e pikturës po ashtu. Është bartës i çmimit mjeshtër i madh. Mund të themi çka mos, mund të themi që ka organizuar shumë ekspozita grupore dhe personale, siç është edhe kjo në Tetov që quhet Kontrast, por mos harrojmë të theksojmë se ai është një artist shumë i dashur i popullit. Dhe me thënë, ka dashurinë e gjithë popullit, sidomos me këngët ikonike të cilat i ka kënduar më herët. Fatkeqësisht ne e njihnim më shumë për këngëtarë, dhe unë vetu befasova kur më thanë që në Tetov ka hapur ekspozitën për piktur Nikolnik Prelaj. Fillimisht ta përshëndesim dhe t'i dëshirojmë mirëseardhje në emisionin Ftesë në studio. Përshëndetje i nderuar. Përshëndetje, mirë se u takuam. Më në fund, ju kërkojmë shumë dje, sepse dim që keni pasur një ditë shumë të angazhuar me projekte muzikore, por do flasim për pikturën pagës. Jo, unë vlerësoj interesimin tuaj, kjo është njëkohësisht një mbështetje për mua. Edhe që ta dish, unë kam pasur dy nxënës kur kam punuar në arsim dhe të dy vëlla e motër, njëri quhej Ilir dhe tjetri Teuta, kjo për shkakun e një këngës që e ke kënduar, Jem Ilira, jem Teuta, këngës ikonike. Dëshiroj të them që ju duan shumë këndej edhe kam pasur gjitha ato mesazhe të gëzuar që do të ndiqnin sot në emision këtu në televizionin Alsat. Po do flasim për pikturën, më datë 5 maj u hap në Tetov dhe do qëndroj deri më datë 16 maj. Ekspozita përbëhet nga 30 piktura dhe titullohet Kontrast. Pak më shumë detaje, si keni përfunduar të piktura, se të kënga e dim si keni përfunduar. Me lejone që në fillim të përshëndes të gjithë ndëgjuesit tuaj, edhe atë Ilirin dhe Teutën, që e përmendën. Do t'jenë shumë? Atëherë unë si duket ma heret kam nisë me këngën, sepse me kujtohet në moshën 6 vjeçare kam qenë kur kam kënduar për herë të parë në një dasëm në fshatin tim, por kam kënduar një këngë nga Kapelo Maje Krahu. Pastaj, përsa i përket pikturës, më kujtohet në klasën e 5 të shkollës fillore, ju thoja shokëve, unë do të bëhem mësues i vizatimit. Kështu që nuk e di cila është më e vjetër te una, piktura a kënga. Megjithatë jeni shumë e fat që i keni të dyat. Do me thënë jeni një multitalent edhe kjo është shumë mirë. Faleminderit, vërtet është kjo, sepse artet janë për mua ndërgjinit më të bukura të njerëzimit dhe për fat të mirë unë ju takoj dy arteve të bukura. Kuratore e ekspozitës është piktoria Besa Dauti, projekti është i Galerisë Arteve të Tetovës. Besoj që ky bashkëpunim është i pari, sepse nuk keni qenë më herët për të ekspozuar në Tetovës e në ndonjë qytet të Maqedonisë? E dim që për të kënduar keni qenë, sepse sapo ma thanë këtu në televizion që në Kërqov të shohin shpesh. Faleminderit, unë falenderoj Galerinë e Tetovës, por në veçanti e falenderoj kolegen piktoren e njohur Besa Dauti, e cila ishte dha idenë e para dha idenë që unë të vi në Tetov dhe nuk më merrte mendja se do pritesha kaq mirë dhe do kaloja kaq mirë në Tetov. Sidoqoftë, ju vazhdoni me projekte muzikore, sot ditën e kishit të ngarkuar me një projekt të ri, po besoj që nuk di nëse dëshironi të na thoni detaje lidhur me projektin e ri që po përgatisni apo jo? Unë dua ta përsëris në çdo emision që mbahet për pikturën, dua ta përsëris një gjë. Mos të kuptoj askush se unë tani kam lënë pas dore muzikën dhe jam rikthyer pikturës. Unë merrem me të dyjat, unë asgjë nuk kam lënë pas dore, unë për ditë punoj edhe në muzikë edhe në pikturë. Jo, po e zbuloj, po merrem me një duet me këngëtarin e njohur Afrodita Demaku, por kam edhe projekte tjera në dorë, tani dal ngadalë po përgatitemi edhe për sezonin veror, ku mund të shifemi edhe në Kërqove, në Tetove. Po shumë mirë. Për momentin, Nikol, po shkojmë pamjet këtu nga galeria dhe shohim të gjithë të pranishmit sa ishim. Regjia mund vazhdoni të tregoni pamjet të plota.
Në fakt, ti the që i kombinon të dyja artet, edhe muzikën, edhe pikturën, ashtu si që edhe thot edhe kuratoria juaj që i kombinoni shumë mirë bashk, flisni përmes të dyjave shumë mirë bashk, por unë dështoja që, ndoshta edhe sekreti i rinis tuaj, sepse ua kërkojnë shumë shpesh letrën e njoftimit për të bindur që keni aq vite sa keni, mos ta shpallim. Mendoj se sekreti është të merresh me të dyja, apo jo? Thot një këngë që njeriu plaket kur do vet. Kështu që njëna gjinie e artit këtë thot dhe unë mund duhet të respektoj thënjet dhe filozofitë e artit. Unë për ata që janë të interesuar dhe kurreshtar në shtëpinë time në Tuzë kam 2 studio. Kam studion muzikore dhe ateljen, studion e pikturës. Dhe këto 2 studio i ndajnë vetëm 6-7 shkallë. Dhe unë kur punoj të njana, kur lodhem të njana vi e që lodhem duke punuar të studio tjetër. Dhe kështu, këto janë 2 gjini shumë të përafërta, në të vërtet ka një emër art, por se ka një mbiemër art muzikor dhe art figurativ, si me thanë. Dhe janë jashtëzakonisht të përafërta me njëna tjetër, kështu që unë nuk hasi në vështirësi, përkundrazi, përplotësohem, do me thanë, përplotësohem, marrë përvoja nga njëna gjini e artit dhe e plotësoj të tjetra. Ne vazhdojmë që të shikojmë pamjet këtu të pranishmit që kanë qenë, emrat njohur, vizitor të ndryshëm, moshe ndryshme, po sigurisht Nikol besoj që ka të tjerë që habitën si unë njëjtë ndoshta, kur kuptojnë që ti, jo vetëm që je piktor, po je piktor i shkolluar, se nuk e ke hobi si muzikën, plus që keni pasur profesor Recep Ferin, një emër i njohur i pikturës. Si me thënë, a ju ka dhënë dhe vizën që ju të merreni seriozisht me këtë profesion. Ka të tjerë që habitën që ju jeni piktor? Me lejoni t'ju komplimentoj si gazetare, shumë e mirë që qenë kitë. Unë po e kam përfunduar, do më thënë, Akademinë e Arteve, kam qenë student i Recep Ferit, dhe të përgjigjem në pyetjen tuaj, në galeri me të vërtet ishin shumë mysafir dhe shumë mysafir të njohur, me tituj, me vlera, dhe unë ndjeva jashtëzakonisht i lumtur në mesin e tyre, se unë ndjeva i respektuar dhe i vlerësuar, por kjo ndodh në një vend të madh, në një tetov të historisë, të luftës, të shkencës, të biznisit, të muzikës. Tetova është një qendër shumë e madhe, shumë e njohur, dhe nuk është edhe ndonjë çudi e madhe që edhe ngjarjet artistike të dalin të mëdha në një vend siç është Tetova. Teknika është akril në pëlhur të pikturave që i shohim, abstrakte sigurisht? Apo jo? Unë preferoj akrilin, jo pse është ngjyrë ma bukur ose ma kualitative, por është ma praktike, si me thanë, dhe ata që piktorët e dinë shumë mirë se kush punon me vaj, është një procedurë më e gjatë, duhet të presish, duhet kështu. Unë s'kam kohë shumë me prit dhe përdor akrilin në pëlhur dhe stilin abstrakt. Aty këtu her i kthehem edhe realës, por shumë pak. Mu më pëlqen që ndjenjat e mia t'i përcjell në formë abstrakte në pëlhur dhe kështu vazhdoj. Me këngën keni arritur të depërtoni në çdo fest, në çdo gëzim të shqiptarëve, kudo që janë, nuk festohet pa këngët tuaja definitivisht, por piktura është një art pakës më elitar ta quajmë, pak më vështirë për një grup njerëzish pakës më ndryshe. Nuk ju pyes ku ju ndiheni më mirë atë pikturat, ju pyes ndoshta te piktura apo cila ju del më shumë për të thënë më shumë, kënga apo ngjyrat?
Kjo është pyetje normale, por unë nuk e di, kënga është pak më emocioni përcjellet drejt për drejt, si më thanë, por me të vërtet kohën e fundit, ose unë me shumë vite edhe nuk kam qenë pasiv për sa i përket pikturës, sepse muzika ma ka marrë e gjithë kohën, si më thanë. Por tani po gjej kohë për të dyjat, dhe me të vërtet e kam të vështirë me ju thanë se ku ndihem ma mirë, ma shumë eksperiencë, ma shumë dashuri kam. Unë ju thash atë natë mysafirëve në Galerinë e Arteve, unë kam marrë gjithë dashurinë tuaj si këngëtar, dhe tani ne krijuesit dhe artistët jemi egoist, kërkojmë akoma ma shumë dashuri. Tani thash sonte kam të marr dashurinë tuaj si piktor. Kështu që unë është dash të baj ekspozita që njerëzit të bindën se jam edhe i pikturës, sepse unë kam thënë në për shumë emisione të ndryshme kur ftohesha si këngëtar, që unë jam edhe piktor, po kurkush as nuk e besonte, as nuk i bante përshtypje kërkuj, kështu që duhej të baj 100 piktura për të bind njerëzit se unë jam edhe i pikturës. A me këngë ka qenë ma lehtë? Ke bo 2 këngë edhe i ke bind krejt shqiptarët që je këngëtar, apo jo? Kënga është ma vizuele, pak ajo depërton shumë ma lehtë të popullit, të gjitha shtresat, kurse piktura, unë një gjë mund të them se unë si krijues në piktur jam më profesional ndoshta, sepse jam i shkolluar, kurse te muzika jam këngëtar i këngës popullore, që nuk ka nevojë për shkollim, por as nuk është i mirë shkollimi te kënga popullore. Definitivisht. Bile më lejoni edhe për zërin t'ju komplimentoj, i mirëmbajtur shumë, apo jo? Faltuzit, apo jo? Apo fal malsisë mbi Shkodrës. Unë jam i malsisë mbi Shkodrës dhe e falenderoj ujin e atyne bjeshkëve që të kanë majtë të ri, që të zanim ka avu si duket themele të shëndosha, kështu që unë nuk kam asnjë rami, asnjë problem më të voglin për sa i përket zërit. Të falenderojmë shumë për kohën që ndave, sepse kam parasysh faktin që njërën dorë e keni të lënduar dhe me tjetrën mbani telefonin. Kjo është vërtet një sakrificë e madhe, e vlerësoj shumë. Ju përshëndet edhe me dorën e lënduar. Faleminderit shumë. Mos vaj diskriminim.